Selin ka folur hapur për marrëdhënien e saj me DJ Gimbon, duke cilësuar atë si një nga raportet më të pastra dhe më korrekte brenda shtëpisë. Në një bisedë e cila u zhvillua brenda dhomës së rrëfimit, ajo theksoi se prania e banorit e bën të ndihet e qetë dhe larg lojës. Sipas Selinit, momentet që kalon me DJ Gimbon janë të natyrshme dhe pas strategji, çka e bën lidhjen e tyre edhe më të veçantë. Kur jam me të, thjesht e jetoj momentin, nuk jam e përfshirë në lojë, u shpreh ajo. Ai e foli me vlerësim për karakterin e tij, duke theksuar respektin që ka për të dhe mënyrën se si ai i sillet. Selin e vuri në dukje se e pëlqen faktin që DJ Gimbo është shumë i kujdesshëm dhe detajist, cilësi që, sipas saj, e bën më të afërt për të. Marrëdhënia është më korrekte këtu brenda. Kur jam me të, jetoj momentin, nuk jam e përfshirë në lojë. Kemi kimi shumë të fortë, e vlerësoj shumë si djalë dhe kam shumë respekt. Më pëlqen që është shumë detajist dhe kujdeset, e kam shumë për zemër. Deklarata e saj kanë ngjallur reagime mes banorëve dhe publikut, duke shtuar kuriozitetin rreth dinamikës së raportit të tyre. Kujtojmë se DJ Gimbo ka shprehur simpatinë për banoren, me të cilën është më afër në shtëpi.